Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos I lyeni më flokët, provoni këtë recetë dhe thinjat do zhduken përgjithmonë. Edhe pse një problem gjenetik thinjat në flok mund të eliminohen me disa maska natyrale të cilat kanë dhënë mjaft rezultat. Flokët e thinjur, siç dihet, nuk kanë lidhje me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njerëzve u dalin qysh në të 20-tat e hershme, dhe zgjidhja e menjëhershme është gjithmonë lyerja. Nëse kjo e fundit nuk ndodh në disa raste, ka ende mënyra se si të zhdukësh thinjat ose të paktën t'i bësh ato të mos së duken. Fillimisht, vërehen në zona të caktuara dhe deri në fund të viteve 50, mesatarisht 80% e flokëve janë në zbardhur. Këto maska do ju ndihmojnë ju për të rikthyer ngjyrën e errët të flokëve dhe për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të këtyre thinjave. Çfarë duhet të konsumosh? Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushqime të pasura me acide yndyrore esenciale dhe omega si vaj ulliri, avokado, fruta të thata si arra dhe fara, si edhe ato të pasura me vitamina B dhe E, magnez dhe zink. Vaj ulliri dhe mjalt. Përzini në sasi të barabartë vajin e ullirit dhe mjaltin. Pasi t'i keni përzier mirë, lyeni flokët deri në rrënjë me të gjithë masën. Mbulojeni më pas kokën me një qese plastike dhe më pas hidhni një peshqir të ngrohtë sipër dhe mbajini për plot 30 minuta. Më pas lajini flokët si zakonisht. Filloni dhe përdoreni këtë maskë të paktën një herë në javë. Lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzini po në sasi të barabarta vajin e kokosit dhe lëngun e limonit si në përzierjen e mëparshme. Kjo përzierje është mjaft efektive edhe për parandalimin e thinjave dhe njëkohësisht të rënjes së flokëve. Përdore atë një herë në javë. Piperi zi, kos dhe vaj bajame. Përzini mirë 1 gram piper të zi, gjysmë filxhani kos, gjysmë luge çaj lëng limoni dhe vaj bajame. Lyeni flokët që nga maja në rrënjë me të gjithë përzierjen dhe mbajeni atë plot për 30 minuta. Përdoreni këtë maskë 1 apo 2 herë në javë. Kafe, kos dhe uthull molle. Për këtë maskë mund të përziesh gjysmë filxhani kafe, 1 filxhan kos natyral dhe gjithashtu mund të përzieni edhe 1 lugë uthull molle derisa të përfitoni një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët, si zakonisht, aplikojeni maskën nga rrënja deri në maja dhe mbajini për plot 90 minuta. Rekomandohet që ta përdorni 2 herë në javë për 5 deri në 6 javë rresht. Thinjat e flokëve janë një prej shqetësimeve të shumë femrave, por ky është një problem I cili herët apo vonë prek të gjitha. Ndërkohë që shumë vajza I lyen flokët e tyre me bojë për t'i mbuluar, ne ju sugjerojmë disa maska natyrale. Duke mos e dëmtuar flokën tuaj, ju mund të përgatisni në shtëpi këtë maskë dhe kështu të shpëtoni nga të gjitha rrënjët e thinjura. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar është që boja të zjasë sa më shumë në mënyrë që të mos së duken thinjat, por në fakt ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet të bashkëtoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, e fytyrës dhe mos përdorimi I locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga ju çfarë mendoni. Sigurisht që nuk mund t'i lyeni çdo javë,
Maska me sherebel, përbërësit që juve do t'ju duen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaj i zi dhe njëkohësisht 500 ml ujë të zakonshëm. Filloni të vini ujin që të zjej. Pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni të zjej bashkë në zjarr të ulët për plot 15 minuta duke i përzier her pas here. Më pas, filtrojeni lëngun e përftuar dhe përdoreni ato për të larë flokët. Gjithashtu, nëse ju e përsërisni këtë maskë 3 herë në javë, do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maskë me rozmarin. Rozmarina është një pjesë përbërëse e shumë bojrave pasi ajo stimulon në rritjen e flokëve, rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe parandalon gjithashtu shfaqjen e thinjave. Dhe njëkohësisht kësaj here ne do t'ju propozojmë që ta përdorni këtë recetë edhe për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar rrënjën e flokëve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 200 gram rozmarin e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zgjini ujin bashkë me rozmarinën për 15 minuta dhe më pas shtoni 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zgjini ujin bashkë me rozmarinën për 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar, do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shisheje në trajt spray hidheni mbi flok dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë 2 herë në ditë. Kujdes, nuk ka nevojë për shpëlarje. Maska me gjethe arre. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral i cili forcon rrënjën e flokëve dhe fsheh thinjat. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arë. Vendoseni ujin të zjej dhe pasi të vini re bulzat e para të vlimit, shtoni gjethet e plota. Kjo masë duhet të qëndrojë në zjarr për 2 orë derisa uji të shterojë dhe gjethet të tkurren. Më pas, filtrojeni dhe me anë të një furçe lyeni rrënjët. Pasi të jetë tharë, shpëlajini flokët me ujë të vakët. Maska me uthull dhe kos natyral. Përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj kafe, 1 filxhan çaj kos natyral, 1 lugë gjelle uthull molle organike. Përzini të gjithë përbërësit në një enë derisa të krijohet një masë homogjene. Lani flokët dhe më pas shpërndani maskën me kujdes duke nisur që nga rrënja dhe deri në flok. Sipas ekspertëve, lëreni të veprojë për 90 minuta dhe pastaj shpëlajini flokun me kujdes. Kjo maskë duhet aplikuar 1 herë në javë për të mbajtur ngjyrën e flokëve sa më të errët. Ndërkohë, mund të përdorni dhe maskën me piper të zi, kos dhe vaj bajamesh. Në një enë shtoni 10 gram piper të zi të grirë, 1 lugë gjelle me kos dhe 1 lugë gjelle vaj bajamesh. Lyeni flokët që nga maja dhe rrënjët dhe mbajini përzierje në kokë për 30 minuta. Përdoreni maskën 1 apo 2 herë në javë dhe do të vini re ndryshime që në ditët e para. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!